Atë ditë George Danzig erdhi me vonesë në klasë dhe 2 ushtrime që profesori kishte shkruar në tabelë i kujtoi si detyra shtëpie dhe i mori të zgjidhte në shtëpi. Mas 5 ditësh luftë, i zgjidhi të dyja dhe ja dorëzoi profesorit. Mas pak javësh, profesori e thiri shumë i kënaqur George-it dhe i tha që këto 2 probleme ishin të pazgjidhshme, domthonë deri në atë kohë, dhe i ke zgjidhur ti. Duke qenë se Danzig i mendonte këto 2 ushtrime si detyra shtëpie, vështirësitë që ai haste gjatë rrugës së zgjidhjes së tyre, ai i mendonte si mangësi të veta. Dhe kështu që durimi dhe vullneti nuk i mungoi atij derisa ai i zgjidhi këto 2 ushtrime. Për shkak se në Londër ra murtaja, Newtoni u izolua në fshat. Dhe nga që kishte shumë kohë të lirë atje, ai bëri pesë nga zbulimet e tij më të mëdha. Ai zbuloi kalkulusin, zbuloi ligjet e gravitetit, u mor me ligjet e optikës, ndërtoi teleskopin e parë me pasqyrë e tjerë. Dhe ky vit që Newtoni ndeti në fshat quhet viti i mrekullive. Ngjashëm me këtë situatë, edhe Einsteini kishte shumë kohë të lirë ndërsa punonte tek zyra e patentave. Dhe gjatë asaj kohe, Einsteini formuloi përmbledhi teorinë e tij të relativitetit. Nga këto 3 histori dalim në përfundimin që njeriu për të arritur qëllimin e tij, përveç kohës lirë, i duhet kryesisht guxim dhe vullnet.